Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të nisur sot ditën ton maraton të komentimeve dhe ngjarjeve më të fundit. Do të flas një herë për një përmbledhje, në fakt do ta bëj për Ferma VIP. Ferma VIP natën e fundit pati gjysmë finale. Një natë me shumë emocione, një natë me shumë pikpyetje, se kush do t'jetë finalist, se kë ka përzgjedh publiku dhe kë do të çojë produksioni. Në fakt, ky produksion është për t'u duar trokitur, sinqerisht, po e them këtë gjë. Unë kam pritur që të ndodhin padrejtësi sepse të paktën kështu na kanë mësuar. Në reality show të shohim padrejtësi, të shohim një mund të mos të respektuar të një banori, të një fermeri që e ka dhënë brenda asaj ferme. Domethënë kemi parë shumë ngjarje të cilat në thelb kanë qenë shumë të neveritshme për t'i parë. Por gjithsesi, ajo që në fakt ndodhi natën e mbrëmshme ishte befasuese. Në Ferma VIP, peshqja më e fortë finaliste ishte Iliri, Bujaka, Mimoza, Soni dhe Visi. Unë prisja që realisht të shkoj Romiri, nga që produksioni ka dhënë shumë afrimitet, e kanë mbajtur brenda në ferm. Unë e di që Romiri nuk ka patur shumë vota jashtë, por produksioni e ka mbajtur. Sara ka qenë jashtëzakonisht e lidhur dhe unë e di që është mike me Arbana Osmanin, por siç duket produksioni i qëndron fjalës së thënë Eduard Grishaj në fillimet e kësaj ferme, në një intervistë të tij në televizionin Vision Plus, pati thënë që pa marrë parasysh se çfarë afrimiteti do krijohet, se çfarë shoqërie do krijojmë, në asnjë mënyrë nuk do ta toleroj qoftë edhe njeriu tim më të afërt të jetë në fermë në qoftë se ai nuk e meriton. Domethënë u vlerësuan lojtarët për mendimin tim. Okej, Iliri është i dërguar nga produksioni, por Iliri ka qenë strateg, ka patur një lloj strategjie të tij. Romiri ka qenë më lojtari dobët se Visi, domethënë nuk ka dhënë lojë, nuk ka bërë dinamika, ka qenë më i heshtur, është munduar që lojën e tij ta ndërton nëpërmjet lojën e të tjerëve, ka përdorur situata dhe ishte thik e mbuluar, do të them unë, të godiste nga shpina e dikujt tjetër. Nuk është se e kishte strategjinë e tij, nuk është se e kishte lojën e tij. Mendoj që Romiri hyri duke ndërtuar strategji brenda lojës, ndërsa Sara nuk kishte strategji, Sara kishte xhelozi. Tani të kesh strategji dhe të kesh xhelozi është tjetër gjë. Sara xhelozonte, ishte xheloze shumë në lojë, kishte dinamika me të gjithë, kishte luftra me të gjithë, nuk I shkonin gjërat bukur me të gjithë dhe mendoj që kjo gjëja e penalizoi Sarën edhe e nxori jashtë. Sara, në të vërtetë, është dashur të del jashtë më herët, por unë e di që produksioni në thelb ka dashur që ta dërgoj Sarën në finale, por mendoj që Sara vetë nuk arriti që ta kupton lojën, vetë nuk arriti që ti kupton mesazhet nga jashtë, se çfarë po ndodh me të, çfarë po thuhet për të dhe se si ajo ka dalë jashtë me qëndrimet e saj. Unë mendoj që Sara nuk ishte aq e zgjuar as Romiri për t'i kuptuar mesazhet të cilat vinin nga jashtë. Domethënë, kjo lojë ka një strategji të thellë dhe nëse ti nuk ke një strategji, është shumë e vështirë që të depërtosh. Ndërsa peshja finaliste, realisht jam I befasuar. Unë deri diku e kam bërë këtë kombinimin, por domethënë e kam bërë pas Sarën, me Sarën, falni. Nuk e prisja që të jetë pas Sarën. Por gjithsesi, domethënë, Mimoza do t'jetë përsëri fituesja, pa marrë parasysh që këto të tjerët do të pasojnë, por Mimoza do t'jetë fituese e Ferma VIP, sepse Mimoza ka dhënë një strategji të paparë. Tani, pyetja që po më shtrohet nga mbrëmësht kjo Tiron, si mendon që do t'jetë podiumi final, domethënë kush do të ngjitet në skenën finale? Unë mendoj që
peshqja e cila është finaliste, njerë do të kenë fatin që të shijojnë 5 surprizat e tyre, tek Sony pres një surprizë gjigande që mund të ndodhë për shembull që Flori mund ta propozon, por thjesht fakti unë mendoj që Iliri dhe Moza do të jenë dyshja që do të ngjiten kok më kok në skenën apo në podiumin fitues dhe do ta fiton Mimoza. Gjithsesi unë mendoj që kjo peshqe vërtet ka bërë lojë, ka qenë një peshqe stratege, nëse do t'i vlerësoj për çfarë kanë shkuar në finale. Mimoza ka shkuar për fenomenin që është ndërtuar e padiskutueshme, gruaja që bëri për vete të gjithë shqiptarët, që admiroi të gjithë shqiptarët dhe që e duan me shpirt, që lu Mimoza kur do del se çfarë mesazhi do të ketë nga shqiptarët. Iliri ka shkuar vetëm nga fakti që është poli kundërt që ta çojnë dinamikën deri në fund, do me thënë jo se ka vota aq shumë Iliri, dhe Iliri kur do del vetë do të ngjitet me këtë realitetin dhe do ta shikon të vërtetën. I treti, Bujaka, e ka meritu. Ka qenë strateg, ka bërë lojë, ka pas dinamikat më të forta, të gjithë shtëpinë e ka patur kundër, vetëm nga fakti që u afrua me Mimozën, dhe mendoj që Bujaka është personazh i merituar në finale, sepse Bujaka nuk ka qenë imitim, por ka qenë vetvetja, dhe duke qenë vetvetja zakonisht fiton. Sony ka shkuar për imazhin dhe famën që ka, do me thënë nuk mund të shkonte Sara para Sonit, sepse Sony është më VIP se Sara dhe është më se normale kjo që Sony e ka çuar drejt finales imazhin, nuk është se ka bërë ndonjë lojë. Sony ka qenë shumë e qetë, ka qenë shumë e urtë, do me thënë më kujton Dea Michel që ka shkuar në finale me qetësi dhe me urtësi, nuk është se ka bërë shumë drama. Dhe më pas Visi, mendoj që Visi ka qenë strateg, ka qenë lojtar, ka punuar shumë në fermë, ka dhënë shumë energji asaj ferme. Mendoj që vetë këto fermerë nuk e kanë besuar që do t'jenë në finalen e madhe. Do me thënë, unë e pash reagimin e Sonit, ishte i çuditshëm, reagimi i Visit ishte i çuditshëm, më pas pash një tension t'jashtëzakonshëm nga Iliri, sepse Iliri mendoj që nuk do të ketë fatin që ta prekën finalen, por gjithsesi do me thënë, këta fermer e meritonin, për mendimin tim sinqerisht e meritonin, që të jenë në finalen e madhe. Besoj që tani më nuk do të ketë luftra dhe dinamika, tani do të ketë vetëm dashuri, kanë mbetur 5 finalistët, do ta jetojnë këtë finalen, do të jetojnë këto 3 ditë të mbetura në fermë dhe mendoj që do kënaqet dhe do t'i shijojnë pa fund këto ditë fantastike. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe, ne patjetër që do të komentojmë deri në natën e finales dhe jashtë asaj, ashtu siç kemi bërë me ish banorët e Big Brotherit tashmë, edhe njësoj do bëjmë dhe me ish fermerët, me jetën e tyre, përditshmërinë e tyre, çfarë po ndodh, por gjithsesi unë dua të marr mendimin tuaj, si e komentoni ju këtë peshqe finaliste dhe sipas jush, a mendoni që e meritojnë vendin në të cilin janë?